nuk keni lidhje. Tek ju, për të qenë pranë faraonit Sali, duhet të mos kesh formë shtyllë kurrizore, të jesh një kamaleon që ndryshon madje qëndrim politik edhe brenda 24 orëve. Është normale ndoshta për llojin tuaj që të bëni këtë lloj opozite, që për të thënë të drejtën nuk na vjen për shtat. Por, jo. Edhe ne do të dëshironim një opozitë më të mirë, një opozitë serioze, një opozitë që nuk e ka luftën personale me askënd, por e ka luftën ideologjike. Ja që nuk e kemi këtë mundësi, dhe unë personalisht e kam shumë të qartë pse jam në një sulm personal që nuk më ka nisur as sot, as ditën që shkova në SPAK, por ka kohë që më ka nisur. Pasi ju nuk e falni as suksesin politik, edhe as njeriu që punon. Madje, ju nuk i falni ata që dallojnë as brenda radhëve tuaja, pa përjashtuar askënd nga ky krah. Ju nuk falni 8 humbje në 12 vitet e fundit. Dhe ju, përmes sulmeve personale ndaj secilit prej ne, padyshim mbuloni dështimin tuaj. Dëgjova këtu një thirrje pak më parë dhe më bëri shumë përshtypje. Dikush u ngrit nga radhët tuaja dhe tha të mos speremi me familjarët. Seriozisht, kur e vendosët këtë akt etik? Na njoftoni dhe ne, sepse ju nuk merreni thjesht me familjarët. Ju keni ngritur të vdekurit nga varri dhe i keni sjellë në përfoltore e në për parlamente. Unë jam përballur. Kjo është hera e tretë, më duket? Zoti Sheaj, po prishni seancën, po pengoni kolegët të flasin, keni marrë 2 masa. Masa e tretë është heqja e drejtës fjalës, dhe pastaj mos thoni nuk ka hapësirë për të folur.